Provoni këtë mask me banane në flokët tuaj dhe rezultati nuk do ju shgënjej. Janë disa faktorë të cilët ndikojnë në cilësinë e flokëve tuaj. Ndotja e ajrit, ekspozimi në diell, ujë me klor apo përdorimi i produkteve të tepërta kozmetike mund t'i dëmtojë ato. Kjo mask e përmirëson shëndetin e flokëve tuaj dhe gjithashtu i bën ato të buta dhe plot me shkëlqim. Mbi të gjitha, u jep flokëve shumë ushqyes dhe vitamina të cilat janë esenciale për rritjen e flokëve. Përbërësit janë një banane e shtypur, lëngu i një limoni, 2 litra qumësht. Filloni duke e ngrohur qumshtin, por keni kujdes që të mos e ngrohni shumë. Shtoni më pas bananën e shtypur dhe lëngun e limonit. Përzieni mirë derisa të krijoni një masë homogjene. Vendoseni maskën në kokë dhe në flok, masazhojeni butësisht derisa të vëreni se maska ka filluar të absorbohet dhe më pas mbështilleni flokët me letër alumini dhe lëreni të qëndrojnë kështu për 15 minuta. Në fund, pastrojeni flokët tuaj me shampon e zakonshme.